Petro Gjikuria, kandidati për deputet i Aleancës për Shqipërinë Madhështore, garantët e Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, denonton një tjetër projekt në imar në kundërshtim me ligjin. Sipas Gjikurisë, në Dërmi është parashikuar të ndërtohet një gurore për shfrytëzim minerali, e cila do të ketë pasoja drastike për fshatin turistik. Petro Gjikuria ka një falënderim për banorët e zonës që e kundërshtuan që në momentet e para këtë projekt, sipasi ishin ndërmiasit, ata të cilët ndikuan edhe ndaluan katastrofën mjedisore, duke nënshkruar një peticion të firmosur nga çdo banor i fshatit për ndalimin e këtij projekti. Në fund të fjalës së tij, kandidati Gjikuria ka edhe një apel drejtuar banorëve, duke u garantuar se do të jetë zëri i tyre në kuvend që jo vetëm kjo, por edhe të tjera afera korruptive që cënojnë komunitetin të ndalen. Jemi sot në Dërmi për të bërë denoncimin e radhës, të denoncojmë një leje të dhënë për një gurore në Dërmi. Kjo gurore dëmton shumë mjedisin dhe dëmton biznesin lokal. Dua t'u them bashkëfshatarëve të mi, të cilët e kundërshtuan këtë leje me një peticion të bërë, dhe duhet të falenderoj edhe kryeplakun e fshatit që këmnguli që kjo të mos bëhet, i cili nuk u dëgjua në mbledhjen e Këshillit. Unë u premtoj se do ngre zërin që kjo të zhbëhet me çdo mënyrë. Edhe mbas 11 majit, u premtoj të më mbështesin që unë të ngre zërin për çdo ofertë tjetër korruptive që do bëhet në dëm të mjedisit, në dëm të biznesit elitar të Dërmit. Ju falenderoj shumë. Projektligji në fjalë është miratuar nga Bashkia e Imarës, teksa me votat e shumicës këshilltarëve socialistë ka kaluar edhe në Këshillin Bashkiak. Vendimi nuk ka gjetur lishmërinë e prefektit të Qarkut, i cili e ka rikthyer për rishqyrtim.